Vit pas viti numri të dy punësuarve që kanë për detyrim të deklarojnë të ardhurat për efekt tatimi ka ardhur në rënje. Nga 124.000 shqiptarë që deklaruan të ardhurat për vitin që lan pas, 35.000 prej tyre ishin të dy punësuar. Nëse do të referohemi të dhënave në vitin 2021 që i korespondojnë të ardhurave të vitit 2020, zyrtarisht ishin 68.000 të dy punësuar, por kjo shifër në vitin që lan pas ka rënë me gati 50%. Ekspertët e fushës kanë disa argumenta për këtë situatë. Në radhë parë njerëzit të cilët punësojnë, janë të dy punësuar, pra njerëzit që punojnë fort në përgjithësi kanë filluar edhe të largohen nga Shqipëria. Një arsye tjetër është që një pjesë e të dy punësuarve në kuadrin e ligjit të ri janë ambientuar në ligjin e ri, kanë filluar të shohin hapësirat e mundshme ligjore dhe i kanë shfrytzuar këto hapësira ligjore duke titërsuar formën e tyre të aktivitetit ekonomik nga të dy punësuar në biznese të cilët dëshojnë fatura. Një arsye tjetër mund të jetë edhe fakti që tatimi është i lartë. Paralelisht, ekspertët janë të mendimit se duhet të ketë një progresivitet edhe më të madh në drejtim të kufirit të pagave apo në rishikimin e normës së tatimit. Dhe gjithë vendet e Evropës ka një sistem progresiv për taksimin e pagave. Nuk është se sistemi progresiv nuk ekziston. Dhe gjithmonë të dy punësuarit kur kalojnë skedulet e tatimit, se rezultati i bashkimit të pagave, eventualisht paguajnë një gjë plus. Nuk është se nuk ndodh një gjë e tillë nëpër vendet e Evropës. Dhe sistemi tatimor mund të rregullohet në këtë pikë për shembull duke rritur 200.000 lekë, duke bërë pak më të lartë, ose për mendimin tim duke e zvogluar 23%, jo në nivelin 23%, por deri në nivelin 15-16%. Këtë vit 124.000 individ deklaruan të ardhurat e tyre. Sipas ekspertëve, kjo shifër konsiderohet e ulët, pasi numri i qytetarëve me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion është edhe më i madh.